Qove monat vajzani, kujdes për dhe. Me e këmgjoj fjallë të rëzikshme dhe shi, më ka shumë men edhe mund është të pejni. Dhe me në kërë të butë thë se mos hijes, apo mos pekës, apo mos avleje, rrët jetën që ta merë butë. A s'ka për ta morë butë, pas ka më ta nëzirë dhe për i dorë. Po si, në punë, me bashkërën, gini pije kavën në dhe. S'ka shërëni, me shokë, pa dali, këshë, ku bëdhe? Vjetë do se gjenës. Të që se mjeri pak ajo, 86 vjeç në punë, nuk më gjohë me më heqë për i punë. Edhe e kalon pikrisht të kullu puna i lekë. Ka mesa, ka nipër në punë, me shkollët lartë të tjetha, nuk e heqë nga punë. Ky e pëndorë. 86 vjeç në pension, pronari do të ja, do të dreshë. Vesh për të kërpër me forëse, jam në pasje e patë. Pse? E ma më punë. Tjetërit, vëllajon të besimtarë, zotë e bekopë. Se për ne shëtërojnë familjet e njerëzit e gjithë dhe hik nga puna, se do anë i shkot asisen. Hik gruja, hik burri, pa e dini që ka hik gruja për 5.000 kilaqet, se di jemi. Shkoj dhe vlaj dhe s'kam lekta në ditë i kilaqet. Aja tha, rapor dhe sa di një ishte lekta të shi, njërë pafshin bashkë dhe kemi në. Se? Se kesh përdëru, s'kep nu, i e sjellë, i e talë, edhe mas i e marto, shokët. Për shokët nuk e. Edhe tjetëri, elektriqistë. Punon i kompanit madhe, ka dalë në pension. I ka ndryshu profilin e punës të shi. Nga elektriqistë, i thotë të dërësh ke lekë. Se s'pa gjejmë rëpë, këto ke lekë. Ju betohën zotë. E kam zëri. Ajo, 20 vjeç, 25 vjeç, e mora pensionin e pasë për zotin e më shumë vitë. Me telefon, më kafe dhe kur i shoh, 6 muaj nuk më shokotena. Nuk më shokotena. E marë pasjetë në tonë, e si kështu, telefonin e tonë, kafën e tonë. Ju betohën zotin. Kretë kafën më pagujnë fushro, jo shokë, për qërë dëlloj lekalin shkejtë. Ju betohëm zotin s'kam kohë. Nuk kam kohë. Sepse të shkoj i shkojë, se kam 500 punë. Filloj e zbërthej mishin, deri këtu. Sot dërët maqinë, njën mëmë, edhe tjetër. Për kafën që kretë thash, ma falin i kafën, nuk e tu se s'kam kohë. Edhe shkoj bajdashë, gati bashë, shpetë. Por shpejt i shpejt i kemë gati se të vënajnë nga, të rikët e gjonë të tjetër, se të vesh tjera. Punë tjera dhe pra. Pra, kështu, ky është bereqet i Zotit. Të ka ranë dorë, mos e shpërdora ma. Punë, shoku, miku i mirë, komshiu i mirë. Një tjetër ka që ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëna përësit shumë për komshiu. Sa që kam kujtu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do ta kemë trashëgimtarë, në pasuri. Një ilaqës të ima dhe. Ishta i problemi që s'kishtë drejta. E në ka shumë të lejë generatorë. Edhe i thot e që i shisa të generatorë, ekstra. Thot, sa familje një, thot, 3 familje nga 3 vllazën, thot, po kina ne i komshie, të tonë për komshie, thot, kare, qarë thot. Unë për e komshie, të komshie shpejt, dhe të kom vikë, jo. Mund ka që do komshie o mirë, edhe të shte, thot, du që tjetë, thot, për 4 familje, për 3 nuk e du, thot, për vetëm për ne 3, sepse të t'japë për ne të ne komshie, thot, kur të lije. Për të që vjen xhami, për të që beson Allahu, për të që të kallëzoj më dhe Zot Xhelal, që vjen sot në xhami, ky është standardi që do të kërkojsh edhe të frojsh. Dhe po veprova kështu, po të them, se jemi ata më të mirë në botë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
A doni të tregoj tha, kush është më i miri për jush? Po ja Rasulullah në tregojnë. Tha më i miri për jush është ai tha, që komshiu i tij është rahat nga goja ti, nga syri i tij, nga dorta ti, nga konta ti, nga çdo e keqja e tij, ajo është e sigurt. Dhe prej te, këtë kërkojmë. Pra mëse nga vlejnë ato 20 metra, si me qenë jashtë apo emigrant, pa leje pak ma uvë. Leje shteka tjetër. Ma është i keqër hoshë, nga të hoshë shumë i keqë. Bëhët e shumë i mirë, a i bëhët gjysë më i mirë. Pra herën e parë do filloj shtip. Pa besë Zotit. A në ndjek pejgamberin e Zotit, ti do filloj shqipare. Edhe në familja të, ti si bu. Edhe atë bjurën e dokë, ta bësht mirë. Edhe atë fëmijën e mirë, fëmijën e dokë, ta bësht mirë. Ama